Të du, është një për pasyrë, pat pas, Pat prek. është edhe një pat prek që nuk e pas, edhe kjo bla bla bla. Është pat prek. Është edhe kjo bla bla bla. A i bje kjo që ato 3 pasyra në fund përfundojnë Është çështje këmbështrimi, se disa e duan pat prek, disa janë okay. Ndërsa disa kanë vetëm fjalë, kështu bla bla bla. Këto tre shprehje specifikisht, këto janë nga është një artist, mund të them, kontemporan në Shqipëri, që shumë shpesh nxjerr poezi ose vargje ose thjesht shprehje shumë të shkurtra ama që godasin, edhe që thjesht për t'i përdorur në një pasqyrë kam përshtypjen se përveç faktit se janë bërë hit, domethënë dhe realisht janë bërë pafund foto. Që ka dorë një grua, ma ka marrë mendja se janë shumë emocionale, kështu. Patjetër. Më falë, kushtrim që të krasun më kështu në gjithë. Jo nuk më keni sëlmu, as pak, se nuk po shoh sol në këto, as pak po shoh vetëm për moment të punës së grave. Ma të... Ja, është punë ndjenja. Jo, ne burrat jemi shumë sentimental, por ju gratë shprehni më shumë se na. Kjo po dihet. Talentin e për na dalin pata, çfarë po? Talenti po du me ditë se është prit kjo formë e artit, themi që të përfshihet në ambientet, qoftë të punës, qoftë në ambientet të banimit dhe sa ka kërkesë, sepse realisht është diçka shumë kreative dhe shumë e lezetshme. Atëherë, edhe për mua në fakt ka qenë jo një eksperiment, po një fushë e re që doja ta eksploroja. Unë kam përfunduar studimet për pikturë, për skenografi, për graphic design, kështu që kam qenë deri diku e orientuar, po doja që të sillja një rrymë të re dhe patjetër që ai reagimi i publikut apo mënyra si të prisnin ishte më shumë ishte ai emocioni se sa lodhja edhe mundi se sa kam arritur për t'i bërë gjitha këto punime. Mund ta them me plot gojën që është pritur jashtëzakonisht mirë dhe është pritur më shumë për faktin se janë gjëra shumë të thjeshta, janë gjëra shumë modeste, ama gjëra që të godasin, që në momentin që e shikon, thjesht thua, okej. Po këto po kërkon më shumë... Kur e blenë këtë pasqyrën të du, patjetër dush me ble edhe këto pat pas, pat prej. Po patjetër. Mundet me mbet edhe vetëm të du. A kjo pat pas vëlla nuk mbetet. Kjo pat pas diçush po të ngbën çdo. Efektin e japin më bukur kur janë të treja. Të treja, patjetër. Po kërkon më shumë theme për ambiente banime apo për kafiteri, për afarizëm, ose edhe për zyre? Kryesisht për bare, restorante, për ambiente ku ka klient. Ambiente që ju rritet shikueshmëria, si thua, se në momentin që krijon disa kënde të bukura për foto, kryesisht për femrat, normalisht ndikon edhe në biznes. Kështu që më shumë në ambiente shtëpie, në ambiente biznesi. Po sa dim ne që këto gjërat e vogla të përditshmërisë tonë të kthejmë edhe në art edhe që në të njëjtën kohë na japin ndjesi tjetër në ambientin ku jetojnë. E kjo është pjesa tjetër pastaj, që përveç pasqyrave, që janë për ambiente më biznesi, pjesa tjetër e ema dizajnit është edhe pastaj shndrimi i mobiljeve apo i aksesorëve shtëpiak, që do të thotë orëndi shumë të zakonshme në shtëpinë tonë. Ajo është edhe ajo gama që unë dua ta zhvilloj akoma më shumë me dizajnin, është që të shndrohen komplet një pjesë e mobiljeve që ne i kemi në përdorim të përditshëm, që mund të jetë një koltuk i bardhë apo një raft, druri, është ideja për t'ju dhënë jetë.